Unë me Lirdonën jom fejuar në vitin 2010 me 21 prill dhe jemi martuar me 11 dhjetor 2011 që i bjen kom pas 12 vite martesë me Lirdonën dhe si rezultati i asaj martese kemi 2 fëmijë dhe marrëdhëniet tona, marrëdhënia ime me Lirdonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Lirdona është konë një grua mrekullueshme. Një nonë shumë e përkushtuar dhe një bashkëshorte e devotshme. 5 vitet e para me Lirdonën kanë qenë Lirdona, dëshira e saj e madhe ishte që të bëhet nonë dhe kishte probleme me ngel shtatzon dhe 5 vitet e para jom morë shumë me të në për spitale. Më në fund në 2017 ju realizu ëndra, u bo non, unë u bo në bab dhe me njëherë pas fëmisë së parë, pas një viti e gjysë, dashte Zoti edhe fëmija dytë dhe kemi jetu së bashku këtë kohën. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje apo diçka tillë. Çdo gjë ka qenë në rregull mes neve. Siç e ka thonë edhe dëshmitari Kanon Kokalla edhe vet Leonardi, dhe nuk ka pas pse ta ankohet, sepse asnjëherë në jetën time larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tillë, ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë. Edhe unë e kom pas të njëjtën sigrim siç e ka pas Lirdona, e kom pas edhe unë, të njëjtën shumë. Këto ma ka pohu edhe prokuroria nga informatat e saj që i ka morë. Dhe është këtë si gjonë normale me pas polisë sigurimit. Por ajo shumë që ishte 3 milion krona sudeze, 260.000 euro, ajo nuk është shuma maksimale e polisës sigurimit. Të thotë, ajo mund të rritet deri në 600.000 euro, nëse pala ka interes. Dhe çdo polisë sigurimit është personale. Do të thotë, nuk mundem unë apo nuk mundem unë të hapi një polisë sigurimi për Lirdonën pa qenë ajo prezent, apo anasjelltas. Si çdo çift, nuk them që martesa jonë ka qenë pa asnjë grindje ndonjëherë, por jo deri në ftoje të marrëdhënieve. Do thotë ka qenë çdo gjë në rregull. Lirdona në qershor të 2023-s ka ardhur enkas prej Suedisë vetëm për të bërë bashkëpronare asoj shtëpie, cilën e kom blerë me të. Dhe nga qershori deri në nëntor, unë jo morë vazhdimisht me atë shtëpi që të bëhet gati për banim. Dhe aty banuam së bashku deri në ditën kritike.
sa i përket marrëdhënieve me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, unë Granit Plavën atë ditë që u shfaqen ato video, është hera e parë në jetën time që kom nejt me Granit Plavën vetë, pa Kushtrim Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me Kushtrim Kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Plavën, nuk janë njoh as prindrit, as motrat, as vllaznit, nuk e njoh hiç, shumë pak e njoh, vetëm përmes kushtrimit. As prind, as motrë. Hiç. Kur nuk e kom taku në jetën, as ata mu. Thjesht kemi fol për shëtitje, medal. Kështu gjëra. Graniti ishte i interesu, edhe më thot që këto thot unë e shes të nesërmen 2 fish. Dhe për atë qëllim është blija e arme. Vetëm për shitje, as gjë tjetër. Po ashtu shitjen nuk e kom njohur, as nuk e kom takuar ndonjëherë më parë. Unë kurrë nuk i kom dashur armet. Edhe Leonardi mundet me vërtetu që asnjëherë nuk më ka pa me arme ndonjëherë.